Zhdukja e Bleun Amatës mbetet një nga plagët më të hapura dhe më të dhimbshme për shoqërinë shqiptare. Një histori që prej më shumë se një dekade vazhdon të trondisë opinionin publik dhe të mbajë gjallë shpresën për gjetjen e vajzës. Së fundmi, një video e shpërndar gjerësisht në rrjetet sociale ka rikthyer vëmendjen mbi këtë çështje, duke ngjallur reagime të forta, veçanërisht mes komunitetit e emigrantëve shqiptar. Në këtë video shfaqet një vajzë e re që endet në rrugët e Londrës, në një gjendje të rënduar fizike dhe emocionale. Ajo duket e hutuar, e lodhur dhe kërkon para nga kalimtarët, çka ka bërë që shumë persona të dyshojnë se mund të bëhet fjalë për Bleun Amatën, e cila u zhduk në mënyrë misterioze më 22 maj të vitit 2010 në fshatin Zapot të Kukësit, teksa apo luante pranë banesës së saj, që nga ajo ditë nuk ka pasur asnjë gjurmë të sigurt për fatin e saj. Megjithatë, mes emocioneve dhe spekulimeve, zëri më i rëndësishëm mbetet ai nënës së Bleunës, Bukurie Veizi. Ajo ka treguar se ka parë videon që po qarkullon, por sipas saj, vajza që shfaqet nuk përputhet me tiparet e së bijës. Ajo ka theksuar se pavarësisht ngjashmërive të mundshme që mund të krijojnë konfuzion, instinkti i një nëne nuk gabon lehtë kur bëhet fjalë për fëmijën e saj. Deklarata e saj ka sjell një moment reflektimi për të gjithë ata që kanë ndarë dhe komentuar videon, duke rikujtuar se në raste të tilla duhet treguar kujdes i madh për të mos prapur informacione të pakonfirmuara, që mund të dëmtojnë emocionalisht familjarët. Megjithatë, kjo nuk e ka shuar shpresën. Përkundrazi, ajo ka theksuar se vazhdon të besojë se një ditë do të ribashkohet me vajzën e saj. Ky zhvillim i fundit tregon edhe një herë se sa e gjallë mbetet kjo histori në ndërgjegjen kolektive. Çdo informacion, çdo pamje, çdo dyshim ringjall shpresën, por edhe dhimbjen. Rasti i Bleun Amatës nuk është vetëm një çështje individuale, por një simbol i nevojës për drejtësi, për hetime më të thelluara dhe për një angazhim më të madh institucional në rast të zhdukjeve të fëmijëve. Ndërkohë, komuniteti shqiptar, brenda dhe jashtë vendit, vazhdon të mbetet i ndjeshëm dhe i mobilizuar. Shumë emigrantë kanë reaguar menjëherë pas publikimit të videos, duke kërkuar verifikim të saj dhe duke bërë thirrje që autoritetet britanike dhe shqiptare të bashkëpunojnë për të sqaruar identitetin e vajzës në video. Në fund, mbi të gjitha, shpresa mbetet, një shpresë që nuk është shuar asnjëherë. Pavarësisht viteve që kanë kaluar, nëna e Bleunës, si çdo prind në një situatë të tillë, jeton çdo ditë me mallin dhe besimin se një ditë e vërteta do të dalë në dritë dhe se vajza e saj do të rikthehet pranë saj. Kjo histori është një kujtesë e fortë për rëndësinë e solidaritetit, kujdesit dhe përgjegjësisë që duhet të kemi kur përballemi me ngjarje kaq të ndjeshme.